rezistencën e insulinës janë me rrezik për çrregullime në sistemin kardiovaskular, në sistemin respirator, në sistemin e funksionit të detoksifikus të mëlçisë dhe në funksionin e veshkave. Pra kur ne kemi një inflamacion të heshtur dhe kur insulina prodhohet, por kur qeliza nuk e dëgjon më. Pra, rezistenca e insulinës me pak fjalë është kur ka prodhim të insulinës, por qeliza atë nuk e dëgjon më. Ndonë se mund ta quajmë ndryshe edhe një mosdëgjim, mund ta quajmë ndryshe edhe një ritëm i çrregulluar, një komunikim jo i shëndetshëm midis receptorëve të insulinës dhe midis futjes së glukozës. Dhe kjo ka shkaqe të ndryshme, duke nisur që nga ushqimet e përpunuara, pagjumësia, stresi kronik, stresi i cili është në ritme të ulura por vazhdon për një kohë të gjatë, gjumi i cili është çrregulluar, ritmi cirkadian, që ne do ta flasim në emisionin e ardhshëm, ose ora biologjike e çrregullt, oraret e gjumit të çrregullta, ushqimet shumë të procesuara, me nivele shumë të larta të niseshteve, ushqimet që kanë ato salcat ose që janë aq shumë të përpunuara se që shumë hormone, shumë peptide nuk prodhohen më. Edhe njëherë tjetër, kjo fjalë nënkupton rrezik të funksionit të organeve dhe paraprin diabetin numër 2 ose diabetin mellitus. Dhe kjo fazë zakonisht më së shumti lidhet me çrregullime të jetesës që ne bëjmë. Dhe ajo shoqërohet me dhjamosje të mëlçisë, me nervozizëm, me një dhjamosje viscerale. Dhjamosja viscerale është dhjamosje në pjesën e cipës së brendshme të barkut dhe më pas ka dhe shenjat të tjera që e shoqërojnë vitamina D e ulur, mungesa të disa mineraleve, ku këtu përfshim nga ushqimet e procesuara, kromin, magneziumin dhe manganin. Te ky emision ne do të themi se çfarë shkakton rezistencën e insulinës, do të themi dhe ato ushqime të cilat ndihmojnë që personi mos të prek fazat e diabetit, sepse rezistenca e insulinës ka dhe shkaqe inflamacioni. Është inflamacion i heshtur, është një gjuhë e trupit ku po flet me anë të simptomave, me dhjamosjen e mëlçisë, me marrjen e lartë të proteinave, me marrjen e lartë të karbohidrateve, sepse karbohidratet konvertohen dhe kthehen në trigliceride dhe nga jetesa jo e shëndetshme, aktiviteti pakët fizik. Në një emision, madje po kalojnë disa kohë që unë ua kam thënë këtë gjë, që muskujt e puplës janë si zemër e dytë. Janë tepër esencial për funksionin e qelizave beta të pankreasit. Pra mos bërja e aktivitetit fizik, mos vënia në punë e trurit, mos leximi dhe këto lodhin qelizat beta. Por si ka mundësi që trupi ynë nuk i përgjigjet insulinës? Sepse kur ka rezistencë të insulinës, ne kemi prodhim nga pankreasi, prodhimin e insulinës, që insulina sekretohet nga qelizat beta të pankreasit, por receptorët apo dyert që bëjnë të mundur lidhjen e insulinës nuk e dëgjojnë këtë hormon. Pra, nga ana tjetër nuk i përgjigjen këtij sinjali ose nuk i përgjigjen kësaj detyre. Si ndodh kjo? Kjo ka shkaqe shumë të ndryshme të inflamacionit. Ne do të shkojmë tani tek shkaqet e vërteta pse bëhet. Dhe një ndër shkaqet më kryesore ua thash është konsumimi i ushqimeve të procesuara, gjumi i pakët, ritmi i çrregullt cirkadian ose biologjik, aktiviteti pakët fizik, konsumimi i lartë i alkoolit, janë ushqime të cilat kanë indeks shumë të lartë të konservantëve dhe të aromatizuesve. Është konsumimi i lartë i produkteve ushqimore me proteinë shtazore. Ka shumë njerëz që krahas proteinës përdorin edhe karbohidratet në nivele shumë të larta dhe këto ngadalsojnë proceset enzimatike dhe ngadalsojnë procese detoksifikuese. Por edhe një herë tjetër le të ndalemi se çfarë shkakton përsëri ky problem i rezistencës së insulinës. Duhet të mendojmë zemrën. Kur kemi rezistencë të insulinës, do të thotë që glukoza shkakton një problem në trupin tonë i cili quhet glikacion. Glikacioni përdoret një term ose është një term i cili glukoza nuk futet brenda në qelizë, por qëndron jashtë, nuk fosfolirohet dhe nuk oksidohet. Dhe kur rrezikohet zemra, këtu duhet më dëgjoni me kujdes,
Kur bëhet fjalë për këtë çrregullim metabolik, sepse rezistenca e insulinës në fakt prek edhe fijet nervore, na bën më të agituar, më të nervozuar dhe e bën trupin tonë që të mbledhë dhe të grumbullojë më shumë dhjam në pjesën e indit dhjamor. Dhe kjo dhjamos organet. Dhe dhjamosja e organeve sjell patjetër toksina dhe sjell patjetër grumbullim të substancave toksike në trup, dhe ato të cilat quhen trimetilamina. Këtu kemi zemrën. Kur trupi ka rezistencë insulinës, do të ketë më shumë glukozë në qelizë. Dhe ky do të nisë procesin e glikacionit. Dhe glukoza nuk oksidohet, nuk fosfolirohet dhe nuk oksidohet, që të fosfolirohet dhe të futet brenda në citoplazëm. Dhe të nisë hapin e parë të glikolizës anaerobike, që fosfolirohet me anë të eksokinazës apo të glukokinazës, nuk glukozë 6 fosfat deri në fruktozë 6 fosfat, apo deri në fruktozë 1.6 fosfat. Por ajo qëndron dhe rrit disa faktorë të cilat këto shkaktojnë inflamacion ose rrugën NFKB, rrugën nuklear faktor KB. Dhe kujdes, rezistenca e insulinës apo sheqeri i lartë në zemër rrit dhe indikacionin për kalcifikime arteriale. Dhe persona të cilët janë sipër moshës 40-45 vjeç, nëse kanë pothuajse në historikun e tyre problematikat në historikun e tyre familjar, nëna, babi, daja, të sëmundjeve kardiovaskulare, ishemi, strok, apo sëmundjeve të ndryshme që kanë prekur arteriet koronare, kanë prekur aortën, ata duhet patjetër në konsultimin e mjekut kardiolog të bëjnë eko dhe të bëjnë një analizë për homocisteinën dhe për hemoglobinën e glukozuar, që bëhet njërë në 3 muaj, sepse shumica e rasteve të rezistencës së insulinës nuk jep simptomat të qarta. Simptomat mund të jenë me tharje goje, mund të jenë me një dhjamosje në pjesën e barkut. Është edhe simptoma më kryesore që pas ushqimit ne kemi një ndjesi lodhje, sikur përgjumemi, sikur kemi atë ndjesinë e përgjumjes. Dhe duhet kujdes persona që në brezin e tyre familjar kanë rrezik për sëmundje dhe kanë vdekje në mosha të reja nga sëmundjet kardiovaskulare, duhet kontrollohet homocisteina dhe hemoglobina e glukozuar. Çfarë është tjetër rezistenca e insulinës? Do prekim pak në nivel qelizor. Receptorët e insulinës zakonisht janë disa receptorë që quhen tirozinkinaza, dhe kur sekretohet insulin, këto receptorë bëhen të pandijshëm. Bëhen të pandijshëm përkundrejt insulinës e cila prodhohet, dhe receptorët e insulinës funksionojnë në mënyrë indirekte nga disa minerale. Ato duan krom dhe magnezium, dhe kromi përmirëson ndjeshmërinë e receptorit të insulinës, minerali kromit, që minerali kromit ku gjendet. Pra, po ndalimi dhe po prekim ato hallkat që e reduktojnë rezistencën e insulinës ose përmirësojnë sinjalin qelizor, përmirësojnë ndjeshmërinë e receptorit të insulinës, që quhet ndryshe edhe një tirozinkinaz, sepse fosfolirohet në tirozin dhe më pas aktivizohet pjesa oksidimit të glukozës deri në glikolizën aerobike dhe deri në prodhimin e ATP-s. Kromi ku ndodhet që përmirëson këtë inflamacion të heshtur apo këtë mos përgjigje apo këtë përgjigje të heshtur që bën qeliza, sepse është e inflamuar, ka toksina, ka grumbullim të substancave, të alkoolit, është e papastër, ka një inflamacion të heshtur. Ne këto i gjejmë kromin, mineralin e kromit që përmirëson dhe simptomat e këtij problemi. Tek farat e kungullit, i gjejmë tek brokoli, tek gjethet e ullirit, tek molla. Këto ka nivelet larta mineralin e kromit, ku doza e përshtatshme është nga 100 deri në 250 mikrogram. Kromi ndikon në mënyrë indirekte tek ndjeshmëria e receptorëve të insulinës. Pra kur sekretohet insulina sekretohet që glukoza të futet me anë të disa transportierëve sekondar ose transportierëve të difuzionit të lehtësuar, që janë tek muskujt, që janë tek truri, që janë tek veshkat, që janë në zemër, që janë kudo. Dhe këto quhen GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, ku GLUT1 është e qelizat gliale, është tek eritrocitet, GLUT3 është tek neuronet, GLUT4 është te pjesa e receptorëve apikal tek muskujt. Dhe kur ne marrim krom,
atëherë përmirësohet përgjigja ose përmirësohet ky sinjal qelizor, përmirësohet ky sinjal elektrik, përmirësohet kjo ndjeshmëri e receptorit të insulinës. Pra insulina vjen këtu dhe kapet pas receptorëve të insulinës dhe fosfolirojnë në tirozin. Dhe sipërfaqja nuk krijon një inflamacion që të aktivizoj proteinat të tjera, kaskadat, që të aktivizoj disa interleukina, disa kemokina, të aktivizoj rrugën nuklear faktor KB, të aktivizoj disa ciklina dhe bëhet e shëndetshme. Prandaj kromi ku ndodhet tek farat e kungullit, ndodhet tek hudhra, ndodhet tek molla, ndodhet tek gjethet e ullirit, ndodhet tek bishtajat, ndodhet tek vaji i ullirit,